Para do hutbesh kemi fol për një temë që konsiderohet nga temat më esenciale të Islamit, madje nga ato tema që nëse nuk ka besimtari mendjen e tij dhe zemrën e tij të lidhur me besimin në të, nuk mund quhet besimtar. Dhe ky është besimi në botën tjetër. Dhe kaq i rëndësishëm është ky besim saqë Allahu mandushëm që në fillim të Kur'anit, pra që ke surja Fatiha, tërheq vëmendjen duke e bërë këtë çështje, pra besimin në botën tjetër, si një nga as-sab'ul mathani, një nga 7 konceptet universale hyjnore madhore të Kur'anit. Duke na thënë Allahu mandush, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Me emrin e Allahut mëshirues mëshirëplotit, falënderimi takon Allahut Zotit gjithë botrave, mëshirues mëshirëplotit, sundimtarit të ditës së gjykimit. Pra që në fillim të Kur'anit prezantohemi me këtë shtyllë madhore të imanit ose të besimit, shtyllë e cila ka rol të drejt për drejt në ndërtimin dhe konsolidimin e personalitetit imanor islam. Që do të thotë nëse kjo shtyllë mungon, edhe ky personalitet mungon. Por i dhoj nga Islami ngelet vetëm se emri. Dhe e tham hutbën e kaluar që besimi në këtë shtyllë, pra në botën tjetër, ka rol të drejt për drejt në bërjen e sjelljes njerëzore. Dhe kjo nuk duhet haru, edhe për veten tonë edhe për brezat që vinë. Që ose duam të kemi një brez musliman që sillet si musliman, patjetër duhet të jetë i kultivuar me bindjen, me yaqin në botën tjetër. Prandaj Allahu mandushën në fillim të surës Bekare çfarë thotë në fund? Wa bil akhirati hum yuqinun. Dhe në ahiret ata janë të sigurt, në ahiret. Dhe në ahiret janë të sigurt. Pra në lidhje me botën tjetër nuk kërkohet vetëm imani, kërkohet edhe siguria. Pse? Sepse imani e bën sjelljen njerëzore, kurse siguria në botën tjetër e gëdhen jetën njerëzore si jetë islame imanore. Për të na thënë Allahu mandushëm se kaq e madhe është joshja e dynjas, po njëkohësisht shumë raste kaq mëdha mund të jenë sprovat e dynjas, saqë njeriu nëse nuk ka yaqin, siguri në botën tjetër, dorëzohet, e lën parimin e tij, e lën fenë e tij. Sa herë me fjalë ka ndodhur, ka ra një sprovë të caktuar dhe kemi gjetë 500 arsye me fjalë për të marrë atë qëndrim që nuk duhet me e marr. Me gjetë justifikime. Kurse yaqini në botën tjetër kur njeriu e ka, Allahu na mundsof gjithë, ky yaqini ja shkurton distancat mes tij dhe takimit me Allahun e mëndshëm. Dhe e bën që gjithmonë të ketë ndërmend që mas një sekundi mund të jem ke Zoti dhe ka ose xhennet përjetshëm ose xhehenem përjetshëm. Dhe mos harrojmë këtë parimin tjetër, kudo që ke gjet dy fishtësi në sjelljen islame, edhe kështu edhe kështu. Ky joni, ky huj, apo këtu s'ka problem, atje ka problem, dije se aty ka mungu siguria në botën tjetër. Kujdes, kjo siguri do të shoqërohet patjetër me dritën e kuptimit fesë. Por aty ku ke pas dy fishtësi në sjellje fetare, aty ke pas çfarë? Luhatje të besimit në botën tjetër. Përndryshe nëse ka siguri në botën tjetër, kjo siguri në botën tjetër e gdhend. Kur themi e gdhend, jo e vizaton, jo është garavit, e gdhend personalitetin e imanit, personalitetin e besimtarit, personalitetin imanor, edhe e bën ato që tjetë robi i Zotit kudo që shkel. Edhe këto hyrje xhamati nderuar nuk duhet ta harrojmë. Këto hyrje konceptuale kaq të rëndësishme nuk duhet haruar në lidhje me botën tjetër. Prandaj, kur shkojmë dhe ti mësojmë vetes edhe brezi i tri besimin në botën tjetër, kujdes nga thjesht informacionet formale, edhe ato kanë vendin e vet. Po duhet kemi parasysh këtë dimension të marrëdhënies me botën tjetër, nëse duam që ky iman në botën tjetër të ndikojë në sjelljen tonë të përditshme, dhe nëse duam që çdo hapi joni në këtë jetë të jetë në vetvete çfarë? Resurs për kë depozitën e punëve tona të mira në botën tjetër. Muslimani duke qenë në dynja, çdo hap që hedhën vetvete është një mundësi për çfarë? Për të shtuar vetes vet kapitale pozitive në botën tjetër për xhenetin e tij. Dhe e kundërta. Dhe gjitha kjo pas besimit në Zot varet në mënyrë të drejtë për drejtë nga besimi dhe siguria në botën tjetër. Pra ne Allahu mandushë thekson, "Wa bil akhirati hum yuqinun", dhe në ahiret ata janë të sigurt, nuk e kanë diskutim fare. Pra ajo që ka din ata me botën tjetër,
Nuk janë thjesht disa informacione formale. Sa dyr ka xheneti, sa dyr ka xhehenemi. Gjitha këto janë të rëndësishme se janë përmend në ajete dhe në hadithe. Po në kush ky besimi në botën tjetër? Besimi në botën tjetër është ai besim që e bën njeriu të ndërtojë marrëdhënie me botën tjetër sikur e ka parasysh. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam në një nga përballjet me armikun, tha për Zotin s'ka ngel me hyn në xhenet, përveç se më u përball me ta, me ra shahid me hyn në xhenet. Njëri kishte ca hurma ndori, tha bakhin ja Rasulullah. Pse kështu tha që ka profet? Po tha kështu, edhe ishte duke hangër hurma. Vallai tha me hangër këto hurma që ka periudhë gjatë, nëse është kështu. U fut me të vërtet atje në mes të armikut, ra shahid. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, sadaqallahu fa sadaqahullah. Tha pati besë me Zotin edhe Zoti ja pranoi besën e futin në xhenet. Aq është xheneti. Aq është ahireti. Men ma atë faqat qamat qiyametu. Kush vdes për të ka filluar kiameti. Kjo lloj sigurie nuk le të mendosh dëgjoj ahireti ekziston atë, po s'ka problem, ti bëjmë sa gjëra në këtu, pastaj kisme ahiret. A beson ahiret? Po patjetër që beson ahiret. Patjetër që besoj. Madje hapet edhe sadaka për të vdekurit e mi, bëj punë të hajrit për tjera më radh. Pyetja është ky besim në botën tjetër. Sa e ka formsuar jetën tonë të përditshme? Duke filluar ke sjelljet më të thjeshta edhe ke qëndrimet më radikale në jetë, më të ekstremet, më ato më të mëdha. Siç po shohim sot në Gaza. Pra nëse du me shpjegoj jetën në Gaza, ata njerëz nuk kanë distancë mes tyre dhe ahiretit. Nuk kanë distancë, ata e shohin ahiretin me sy, si shifësh ka ahireti me sy. Kur njeriu me ja kupton njeh Allahun e mëndshëm, kupton edhe botën tjetër, natyrshëm njeh edhe natyrën e përkohshme dhe shumë banale të kësaj dynjaje, shumë banale, me duhet dynjaja shumë banale. Dhe e kemi thënë në disa hutbe, mos harrem asnjëherë se dynjaja merr vlerë vetëm kur lidhet me Zotin dhe kur lidhet me ahiretin, pra kur e shfrytëzon këtë lloj forme. Por ndryshe nuk ka gjë më banale sa dynjaja. Po vetëm kjo lidhje e bën muslimanin të kuptojë se dynjaja është edhe e vlefshme vetvete kur e lidh me ahiretin dhe me Zotin, dhe është fare e pavlefshme kur e shkput nga ta. Prandaj dhe ka të kollajt njeriu që të heq dorë nga dynjaja për hatër të Zotit dhe për hatër të kënaqësisë Zotit në botën tjetër, siç po ndodh fatikisht. Siç po ndodh. Kur njeriu e lidh jetën e tij me ahiretin, me botën tjetër, çdo pikë djersi që der në dynja, çdo hap që bën, çdo fjalë që thë, i shkon si kapital atje tek Allahu mëndueshëm, dhe ato depozitat se vinë dhe rriten me i fjalë për të fituar xhenetin e Allahut mëndueshëm. Kështu kanë ndërtuar marrëdhënie sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me xhenetin e Zotit dhe me shpërblimin e tij në botën tjetër. Pra ne kërkohet çfarë? Siguri. Kjo siguri pastaj ndërton çfarë? Këtë personalitet që s'ka gjë me i fjalë që e trondi dhe e lëkun. Dhe ndërton ato kreshtë e malit, gjëra kreshtë e malit. Fryja stuhia, bie shiu, bie rrekeja, bie bora, bie preshit. Kreshtja e malit ngelet kreshtë e malit. Dhe ti vazhdimisht kur e shef të mahnitesh, kënaqesh, madhnohesh. Pse kreshtë e mali? Edhe ngelet pikë orientuese. Ashtu siç kreshtet e malit ngelen pikë orientuese dhe këta lloj njerëzish, këto lloj personalitetesh ngelen pikë orientuese për ato që do më orientuan tokë. Janë modele që i ka krijuar Allahu mëndueshëm. Prandaj në vijim e lenë Allahut mëndueshëm do të diskutojmë rreth disa temave që kanë të bëjnë lidhje me këtë kontekst. Pra me temën madhore të botës tjetër. Për sot, 2-3 gjëra në lidhje me atë se si është qasë Allahu mëndueshëm në Kur'an botës tjetër. Kemi 2 qasë në Kur'an lidhje me botën tjetër. Qasin përshkruese, ku Allahu mëndueshëm përshkruan se çfarë ndodh pas botës tjetër, dhe qasin argumentuese, dhe kjo ka rëndësi shumë për ne në aktualitetin tonë. Atë të dytën e kemi të garantuar se e kemi në Kur'an, edhe me dashme Harun se harëm dot. Pra ne lexojmë Kur'anin për ditë dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por një nga gjërat kryesore, temat madhore ndaj të cilave muslimanët vazhdojnë të jenë gafila të pavëmend në shumë raste dhe një pjesë jo e vogël, është me fjalë argumenti i botës tjetër, si e ka argumentuar Allahu mëndueshëm botën tjetër. Dhe unë këtë për fat keq e gjetën mënyrën se si u mësojmë brezit të ri besimin në botën tjetër. Godit me i paket informacionesh edhe kaq, fatikisht besimi në botën tjetër kalon nëpërmjet kujt? Nëpërmjet kësaj që quhet arsye që e ka dhënë Allahu mëndueshëm njeriu dhe lëshon rrajën thellë në zemër dhe kjo pastaj e komandon jetën njerëzore, do të thonë si ka mundësi. Po të shikojmë argumente me cilat Allahu mëndueshëm argumenton botën tjetër, janë argumenta që i drejtohen në mënyrë të drejtë për drejt kujt? Arsyes njerëzore. Pse? Për çfarë arsye? Shpjegimi është shumë i thjeshtë. Kur njeriu e ka diçka në dorë, dhe do me lëshu me një herë kur i thotë hiq dorë, me një herë do të pse? Për çfarë arsye? Arsyeja kryesore sepse njeriu bashkëkohor, ky produkt me fjalë djallëzor, i këtij civilizimi djallëzor, ka këtë sjellje makabre,
Nuk ka problem të vrasë, të shkatroj, të djeg, të derë gjakun e njerëzve, të shkatroj infrastrukturat, të shkatroj të ardhmen e brezave. Ku është problemi? Sepse me i fjalë ai, këtë ndjenje e përjetësisë që e ka fitrijet natyrshme, e mendon se kufiri i kësaj përjetësie deri ku? Deri ke vdekja. Matej s'ka më. Prandaj hajde o burra që unë të realizoj me faqefin tim, lakmin time të palimiqme, se kemi dy ndjenja shumë të rrezikshme brenda njeriut. Ndjenja e parë që është e mbjellur, besimin përjetësi. Bukur, besimi në përjetësi. Allahu manushë me argumenta që ka sjellë në Kur'an ja orienton besimin përjetësi tek bota tjetër. Nuk ja le tek vdekja. Njeriu që nuk beson botën tjetër, ngelet ke vdekja, pranaj shkatron dynjan sepse do me realizu përjetësinë dynja. Mos ke vetja vetë të të brez pas brez, një 70 breza mas meje. Ke njerëz ateist në botën tjetër që mendojnë kështu. Ka miliarda, ka dhe një që thonë nuk e di se sa më shtohen ditë. Me gjitha të vjetë, korrupton, shkel tjetrin, vret, pret. Pse e bo këtë gjë? Breza të të mas meje. Emocioni i dytë, ose ndjenja e dytë që ka njeriu brendave, kush është? Lakmia pa limit. Besimin përjetësi, që është pa limit, edhe lakmia pa limit. Kur njeriu beson botën tjetër, këtë lakmi ku orienton? Ke bota tjetër. Dhe do sidhet në atë lloj forme, do veproj ato gjëra që i mundsojnë përjetësinë në botën tjetër, atje. Dhe do heq dorë për këtyre gjërave që ja dëmtojnë këtë përjetësi në dynja, dhe prandaj orientohet jeta njerëzore. Në momentin kur i mungon njeriu të bota tjetër, kërkon me vetë shkatërroj dynjan për të realizuar përjetësinë e vet. Prandaj dhe thirrja kuranore për të besuar botën tjetër, thirrje çfarë? Racionale, thirrje arsyes. Sepse njeriu që të heq dorë nga dynjaja, për shkak ke një topare në xhep, dhe thu jepi, ti më mirë do thush çfarë, pse duhet më dhon. Apo jo. Një budall nuk pyet. Pa të kesh diçka të shtrenjtë, dhe do të thotë hidhe, po s'pyetoj, ja hodhe me njëri budalla. Prandaj dhe Allahu manushëm e ushqen forcën e njeriut për t'i tregu vendin dynjas nëpërmjet kujt? Nëpërmjet argumentave racional që e mundson njeriu të thotë, me të vërtet dynjan duhet nuk këtu, sepse përjetësia jonë është atje. Prandaj dhe argumentat janë kaq të fuqishëm. Doni thoni o hoxh na bën filozofi, na jep në argument nga Kurani. Patjetër. I shkoi dikush pejgamberi sa selam mori një kock e bëri hi dhe ja hodhi në fytyrë. I tha pejgamberi sa selam a do ta ringjalli këtë Allahu mëndueshëm pasi është bërë hi? Tha pejgamberi sa selam po, edhe ti ke me shku në xhenem. Se ishte për atyre. Shikoni sigurinë e pejgamberit sa selam. Jo po shive se ku e di bre. Po thot, po dhe ti në xhenem ke me shku. Prandaj edhe Kurani kur i drejtohet e Bulehebit, të betjeda e bi lehebin wa tabba. Ju thafshin durt e Bulehebit që i tha pejgamberit i tu thafshin durt. Bukur? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nuk hynin punas pasuria dhe sfitimi. Bukur gruaja e tij dhe bashkë me të dy bashkë të në xhenem tha Allahu mëndueshëm. Ndërkohë që ky lajm erdhi e Bulehebit në Mekë, sa ishte gjallë. Shumë mirë mund kishte thënë Bulehebi, a më vërtet? Unë do e sfidoj Kur'anin do bëhem musliman për shkak të xhenet. Nuk u bë vdiq kafir. Tha pejgamberi ti ke me vdek, ta ke me shku në xhenem. Pra kaq i sigurt ishte pejgamberi sa se. Thot Allahu manushën pastaj në kontekst fuqishëm të ajeteve, të argumenteve. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Ai pra njeriu na bëri krahasime por a haroi krijimin e vet. Me kaq do ishte mjaftu. Megjithatë Allahu manushën jep argument. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Pa harove krijimin tonë nga erdhe si erdhe kush krijoi? Qala ma yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Tha kush do t'i ringjall kockat ndërkohë që janë bërë hi, ran. Qul thuaj, argumenti i parë. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim. Do t'i rikrijoj ai i cili i prodhoi, i shpiku. Shikoni termin Kur'an. Dhe Kur'ani është preciz në gjithçka. Ansha'aha. El insha do të thotë krijim i shpikur, domethënë jo rikrijim. Apo mora ca materiale. Tash ky është tapeti, mori një material për tapeti, një për kësaj horasanet këtu, apo me fjalë betonit, një element aty me fjalë një tel edhe bëra diçka tre. Thot Allahu manushëm enshaha. Do thotë i prodhoi vet Allahu manushëm pa material para prak. Dhe pa model para prak. I shpiku Allahu manushëm. Pa model para prak. Pa pas nevojë me marr materiale nga dikush. Ensha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim. Dhe Allahu manushëm din çdo krijesë. Për të na përcjell mesazh Allahu manushëm
që krijese sofistikume, gjigande, madhështore nuk është vetëm njeriu. Po ta shikojmë mushkonjën që e përmend Allahu më ndëshme këtë sura Bekare. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allahu më ndëshme nuk ka turp me dhanë si argument kë mushkonjën dhe atë çka mbi mushkonjë. Dhe kur shikon me ka se si është kriju mushkonja, çfarë elementesh përbërës ka dhe si funksionon, ti çuditësh. Shef krijimin e sofistikuar të Allahut, më ndëshme pa model më përpash. Ky si argument do të mjaftonte. Pra nëse ti do argument që Allahu më ndëshme do ta rikrijojë njeriu, pas mjafton si argument se Allahu e ka shpik njeriu. Pra në herë pas here Allahu më ndëshme i tërheq vëmendjen njeriu ku tek burimi i tij ose ke fillesa e krijimit të tij. قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. U vraf njeriu sa mohues që është ai. A haroj njeriu se nga çfarë krijoi nga një pikë uji. Pastaj, pasi u formon barkun e nanës 9 muaj, ja lehtësoi rrugën me dal. Thumma sabila yasir. Pastaj Allahu ja lehtësoi rrugën me dal. Po të kishte dashur Allahu mandushë me ndet njeriu 10 vjet në barkun e nanës do kishte ndet. Po është Allahu që e orienton rrugën njeriu të me dal. Dhe shumë njerëz mund të thonë, ok, më rregull me fal e nxjerrim me operacion. Ka raste ti e nxjerr me operacion me fat deli vdekën. Dhe kur e shef me sy me fat duket sikur është duke flet. Si është e mundur? Sepse gjithçka është ndër Zotit. Është ndër në Allahut mandush. Pra nëse ti çuditesh për njeriu, për rikrijimin e tij, shife me ja pyet veten kush e krijoi, kush e shpiku atë, është Allahu mandush. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. Është Allahu mandushëm i cili krijoi për ju nga pema e jeshile çka krijoi zjarr. Një nga argumentat që hedhin dyshuesit, argument historik ose dyshim historik, si ka mundësi që dalim me fjalë njeriu me mish, me gjak, me nerva, pra ky njeri prej dheut. Janë dy lanë të ndryshme, thot Allahu mandushëm po zjarrin. Kush e nxori nga pema e jeshile, dhe këto dyja këto janë lanë të ndryshme. Ai që nxori zjarrin nga pema e jeshile, do nxjerrë edhe njeriu nga dheu. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahun. A nuk është ai i cili krijoi qiejt dhe tokën, shojë. Që krijoi, nuk mjaftojnë këto argumente, thot Allahu mandushëm, nuk mjafton argumenti jot se si të ka shpik Allahu mandushëm. Nuk mjafton argumenti i zjarrit me pemën, por mirë thot ai i cili krijoi qiejt dhe tokën, a nuk është i mundur që ti rikrijojë ata? Kush i krijoi këto qiejt këto tokë? Bala wa huwa al-khallaqul alim, po si jo Allahu mandushëm është krijues pafund dhe i dishëm pafund. Dhe mbyll Allahu mandushëm këtë kontekst ajetesh dhe sa të shumta janë këto lloj ajetesh dhe argumentash. Inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Pra Allahu mandushëm është i tillë që çështja e tij kur do me e bë diçka të bëu dhe bëhet. Inma amruhu idha arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Bëhet dhe bëhet. Fa subhanalladhi i lartë madhruar është Allahu mandushëm. Bi yadihi malakutu samawati wal ard, sundimi i qeve dhe i tokës edhe tek ai do të ktheheni. Pra Allahu mandushëm na thot se ai ka dorë gjithçka dhe çështja e tij bëhu dhe bëhet. Na e thot kur në fund të këtyre ajeteve, pasi na e ngop racion ton dhe arsyen ton me argumenta të mjaftueshëm se bota tjetër ekziston. Për të na përcjell Allahu mandushëm një mesazh të rëndësishëm edhe ne. Nëse dikush na vjen dhe na hedh dyshime në botën tjetër, mos shko direkt me thonë që Zoti ka dorë gjithçka dhe Allahu mandushëm ka fuqi për gjithçka. Kjo është një pohim që ne e dim, njerëzit kanë nevojë me ju drejtuar arsyes së tyre dhe me u ashujt urin për besimin në botën tjetër nëpërmjet këtij lloji argumentash. Një nga arsyet e shtrimit të këtyre temave është se kemi tërheq vëmendjen edhe para një viti kur ka ardhur vera. Vera me të vërtetë është një begati e madhe për Allahut mandushëm për robët e vet. Madje populli thot me fjalë që vera është për fukaran, sepse nuk ka nevojë për çfarë, as për drumë ngrof, as për shtroje apo ambulesë. Alhamdulillah, është mirësi shumë e madhe. Plus kësaj, dita zgjatët dhe risku shtohet. Por në krahun tjetër edhe gafleti ndaj botës tjetër është shumë i madh. Dhe gafleti ndaj Zotit është shumë i madh. Është një mundësi shumë e madhe me i kushtu vëmendje kujt fëmijëve, brezit të ri. Me i marë për dore veçarisht ata fëmijë ai brez që hala nuk është bërë për të angazhuar me punë, me i marë për dore me i çunë xhami, me i çu tek hoxha, me i çu me naj shoqat,
me mësu fena Allahut manushëm, veçarisht me i kushtu vëmendje librit Zotit, Kur'anit. Kjo s'duhet haru o xhamat, hikën koha. Mi po janë 3 muaj, 3 muaj është një mundësi e artë. Një muaj sikur njeriu të punoj me veten e vet apo me fëmijën e tij në aspektin edukativ bën mregullina. Jo me një fjalë me 3 muaj, është një shans, mundësi jashtëzakonisht e madhe që s'duhet haru, por njëkohësisht Allahu na bëft ne që të mos bëhemi gafil ndaj Allahut manushëm edhe botës tjetër severa ashtu siç është begati shumë e madhe, njëkohësisht edhe një sprovë shumë e madhe. Elementi i dytë për ta përmbyll, shtohen kush? Shtohen turistat që vijnë. Me shumë njerëz. Le ta shohim këtë fenomen pozitiv dhe jo negativ. Si pozitiv, edhe në aspektin e ftesës, shife si mundësi, me u tregu njerëzve për Zotin dhe me i ftu për tek Allahu manush tek Zoti që si nuk ka dim gjuhën, kollaj, me një buzëqeshje, me një përshëndetje, me një orientim, me një sadaka, me një shishe ujë. Është duke ecë rrugë, është ndarë kështu, duke nxjerr gishtin, ke mundësi me e marr, merre për rrugë, thoja një 2 fjalë për hatër të Allahut të manushëm. Ne si popull na ka begatuar Allahu manushëm me cilësinë e bujarisë. Shpreh edhe në këtë rast edhe në këtë moment. Ka shumë njerëz që janë bërë musliman thjesht të kanë shkuar në Stamboll apo diku tjetër mbase edhe këtu. Kanë dëgjuar ezanin apo kanë shijuar ndaj sjellje pozitive të njerëzve të atij vendi dhe janë bërë musliman sepse e kanë kuptuar që kjo lloj sjellje tashmë në vendin e vet aty pothuajse është bërë inekzistente. Dhe kjo lloj sjellje vjen nga vetëm nga kush? Nga imani dhe nga besimi. Fundit, kjo hapje e Shqipërisë është farë, një fakt. Ne po e përjetojmë. Hajde le ta shfrytëzojmë pozitivisht. Allahu manushëm na bëft çelës të mendjeve dhe zemrave të njerëzve për mirë dhe udhëzues të njerëzisë për tek Allahu i manushëm.